Ministria e Shëndetësisë ka ndryshuar çmimet e rimbursimit të barnave përmes një procedure të errët dhe të paqartë, pa konsultim me kompanitë farmaceutike dhe pa transparencë mbi metodologjinë e përllogaritjes. Vendimi u shpall ditën e shtunë në kushte administrative jo normale, ndërsa vetë shifrat tregojnë rritje ekstreme, që variojnë nga 3% deri në 4000%. Diferencat e pajustifikuara ngren dyshime serioze për përllogaritje preferenciale dhe përfitime të drejtuara për kompani të caktuara. Skandali rrezikon fondin publik të rimbursimit dhe kërkon sqarim të menjëhershëm administrativ dhe hetim administrativ e penal. Ministria e Shëndetësisë është përfshirë në një skandal të rëndë me çmimet e rimbursimit të barnave, ku procedura e përllogaritjes jo vetëm që është e paqartë, por ngre dyshime serioze për manipulim dhe favorizim të kompanive të caktuara. Së pari, procesi është zhvilluar pa asnjë konsultim real me kompanitë farmaceutike, të cilat janë palë direkte në sistemin e rimbursimit. Ministria nuk ka marrë përsipër asnjë nga kërkesat e tyre dhe nuk ka ofruar transparencë mbi metodologjinë e përdorur për llogaritjen e çmimeve. Së dyti, ndryshimi i çmimeve është publikuar ditën e shtunë, një ditë kur administrata shtetërore nuk funksionon normalisht. Kjo ngre një pyetje elementare: a punon Ministria e Shëndetësisë të shtunën, apo vendimet janë marrë më herët dhe janë shpallur qëllimisht në një ditë të vdekur për të shmangur reagimet? Ky detaj nuk është formal. Është një teknik klasike për të kaluar vendime të diskutueshme pa debat publik dhe pa kundërshtime të menjëhershme. Por skandali më i madh qëndronte vetë përllogaritja e çmimeve të rimbursimit. Ministria është mburrur publikisht se ka bërë një përllogaritje fantastike, ndërkohë që shifrat tregojnë të kundërtën. Rritjet e çmimeve variojnë nga 3% deri në 4000%. Një rritje deri në 4000% nuk është reformë, nuk është korrektim, nuk është as gabim teknik, është abuzim i pastor financiar. Kjo ngre disa pyetje thelbësore, të cilat ministria nuk i ka dhënë ende përgjigje. Pse disa produkte kanë rritje minimale, ndërsa të tjerat shpërthejnë në shifra marramëndse? Cilat kompani përfitojnë nga këto rritje ekstreme? A është kjo një skenë preferenciale ndërtuar për të favorizuar disa operatorë të lidhur me pushtetin? Kush e ka hartuar formulën e përllogaritjes dhe mbi çfarë bazash reale ekonomike? Nëse rritja e çmimeve do të ishte uniforme dhe justifikuar nga tregu, inflacioni apo kostot reale, do të kishim një debat normal. Por kur diferencat shkojnë nga 3% në 4000%, kemi të bëjmë me trajtim selektiv dhe të qëllimshëm. Ky skandal nuk prek vetëm kompanitë farmaceutike, ai prek drejt për drejt buxhetin e shtetit, fondin e rimbursimit dhe në fund qytetarin, i cili ose do të paguajë më shumë ose do të përballet me mungesë barnash. Ministria e Shëndetësisë ka detyrim ligjor dhe moral të bëjë transparente metodologjinë e përllogaritjes, listën e plotë të produkteve dhe kompanive përfituese, arsyetimin për rritjet ekstreme dhe emrat e zyrtarëve që kanë firmosur këtë vendimmarrje. Pa këto, çdo përllogaritje fantastike mbetet vetëm një fasadë për një aferë të rëndë financiare që kërkon hetim të menjëhershëm administrativ e penal. Ky nuk është thjesht një gabim teknik, është një alarm për kapjen e sistemit të rimbursimit në favor të interesave të ngushta dhe në dëm të interesit publik.